Po fatkeqësisht nga ajo që pash, nga njoftimi që ishte publikuar, shoh që po kjo gjykatë e cila jotëm kësaj radhe hera tjera ka ditur që të befasoj me vendime hera herës jo dhe krejt kontradiktore, por jo dhe në përputhje të plot me njëra tjetrën, por edhe me mos konsekuencë në respektimin e plot dhe absolut kushtetutës. Pikrisht në këtë rast mendoj që në nenin 67, paragrafi 4, është dashur të jetë pikë synim dhe pikë vështrim e qëndrim i kësaj gjykate në rastin konkret, sepse atje thuhet që zgjedhja e deputetëve për nënkryetar, domethënë kandidatëve për nënkryetar nga komunitetet pakisë, në këtë rast edhe nga komuniteti serb, duhet të vijë nga rata e deputetëve që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantuara të komunitetit serb, nuk thot të listës serbe. Ndërkohë që ky është dispozitë e kushtetutës që është dashur të respektohet. Nuk është respektuar. Ky vendim i kësaj gjykate bazohet në dispozitën përkundrazi pra kushtetutës, duke mos e respektuar këtë që ju lexova faktikisht dhe ju shqiptova, për shikuesit tuaj të nderuar, ajo ka marrë në tërësi të plot një përmbajtje të një dispozite të rregullore së punës së kuvendit, e cila është miratuar fatkeqësisht shumë shpejt dhe në mënyrë unanime dhe me pa vehmencinë dhe mos vigjilencën e deputetëve të shumicës, këta të listës serbe kanë futur një dispozitë aty e cila është në kundërshtim me kushtetutën. Ndërkohë që ky vendim, sipas njoftimit, a thuhet qartë kjo që po ju them, është bazuar pikrisht në nenin përkatës të rregullores së punës së kuvendit, ndërkohë që rregulloria e punës së kuvendit është akt nënligjor. Ndërkaq kushtetuta është akti më i lartë politik dhe juridik i një vendi, nuk e ka respektuar nenin 67, paragrafin 4 të kushtetutës, ndërkohë që thjesht e ka vënë spikam dhe prioritet i ka dhënë një dispozite të një rregullori. Sa për informim edhe këtë tua them, për dallim nga paragrafi 4, për sa i përket kandidatëve për nënkryetar të komunitetit pakisë, që zgjidhen thot me votat e të gjithë, me votat e shumicës të të gjithë deputetëve. Ndërkaq paragrafi 3 i neni 67, sa i përket 3 grupe parlamentare më të mëdha, që në kupton grupe parlamentare të partive shqiptare, aty parashifet në kushtetutë propozim nga 3 grupet më të mëdha parlamentare. Ndërkohë që nuk thuhet për komunitetet pakisë dhe kandidatët e tyre. Pra, marrë tërësi. Kam një pyetje edhe për shkak të kohës, po dua t'ju pyes, sepse tash vendimi është vendim. Pra, a e vendos kjo para një situate akti kryer më kuvendin duhet të veprojë sipas këtij vendimi të ri të cilin e ka nxjerrë gjykata kushtetuese? Sigurisht që po, kjo nuk do thot as kjo që po jap po në mendimin tim dhe shpjegimet e mia të bazuara ekskluzivisht dhe në mënyrë literare, drejt për drejti, pra burimore, autentike, si interpretim në kushtetutë, pra e kam nenin para vete të kushtetutës, pa dashur që asnjë shkronjë ta devijoj. Kjo nënkupton që gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe ky çfarë do që të jetë, e shifet, e shpjegova se çfarë është, duhet të respektohet. Mirë, po kjo nuk është që nuk lejon një mundësi për interpretim të situatës e parashef edhe në këtë vendim gjykata kushtetuese mundësinë që në funksion të konstituimit të kuvendit, pra duhet merren parasysh rrethonat përjashtimore dhe të cilat janë në funksion të konstituimit të kuvendit, e ato janë qofse siç ka ndodhur herë në kaluar, nuk votohen, pra propozohen, me të drejtë propozohet kandidati, pra me të drejtë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, kandidati i listës serbe, njëri tjetri dhe sipas rregullores mandej 3 herë votohet dhe nuk kalon, vetë shorti, atëherë kandidati i partisë të lirisë, si quhet ajo, zotit Rashić,